Happy Day. Mirë mëngjesi, mirë se vini në Happy Day në programin e mëngjesit në Klan Maqedoninë, edhe të jemi sërish së bashku edhe për ditën e fundit të javës, për këtë të premte, për këtë 3 shkurt, kështu shënon data dhe dita për sot, jemi bashkë deri në orën 10 dhe zgjohemi përsëri me informacionet më të reja këtu në Klan Maqedoni dhe me temën e ditës. E tema e ditës për sot është një zonjë nderuar, një profesoresh, që ka emrin Njomza Shaqiri, po kësaj radhe nuk e ftojmë në rolin e profesoreshës, por e ftojmë si aktiviste, pasi Njomza Shaqiri ka qenë pjesë e shumë aktiviteteve të organizatës shoqatës në fakt të inovacioneve për zhvillim të qëndrueshëm InnoLead, që është një organizat që bën gjithashtu dhe aktivitete politike dhe Njomza cilësohet si një aktiviste politike. Kam bërë shumë aktivitete gjatë vitit të kaluar, duke filluar nga formimi i komisionit të parë në RMV në nivel lokal për mbrojtje të drejtave të pacientit në bashkëpunim me shoqatën për luftë kundër kancerit borka. Do të përqendrohemi te aktivitetet kundër kancerit, pasi nesër në 4 shkurt është dita ndërkombëtare kundër luftës për luftë pra kundër kancerit. Do të lexojmë më shumë informacion ndërkohë për këtë ditë ndërkombëtare që shënohet nesër të shtunën, kur ne nuk kemi program dhe sigurisht që këtë datë kemi shënuar sot për ditën e fundit të kësaj jave në Happy Day. Pastaj ka ndodhur dhe aktivitetet të tjera, të cilat janë me shoqatën kulturore artistike Ardit Stafaj, spot monografik i qytetit të Gostivarit dhe ripërpunim i himnit të Gostivarit, Një lule në Gostivar. Pastaj ka aktivitetet tjera, si organizimi i projektit bashkëpunues mes Gjermanisë, gjimnazit të Gostivarit dhe shoqatës. Më kujtua Gjermania, se kuptoj. Është gjënë dhe thash Gjermani. Pra, një projekt bashkëpunues mes gjimnazit të Gostivarit dhe shoqatën për fëmijë me nevoja të veçanta, bashkërisht mundemi quhet. Dhe aktivitetet të shumta, 10 aktivitete për të cilat pra do të flasim ndërkohë, dhe siç thash fokusi do të bjerë me siguri tek aktivitetet që InnoLead ka organizuar gjatë vitit të kaluar sa i përket edhe luftës kundër kancerit, sigurisht në bashkëpunim me një ndër shoqatat më të mëdha që punojnë në këtë aspekt, që është Borka. Njomza Shaqirin do ta presim pakës më vonë në program, në pjesën e fundit në 9:30, e dini kur i kemi dhe misafirët në studio. E sa i përket informacioneve të tjera, ishte të parashikimi, po unë gati për javën e ardhshme, kemi temperatura më të ulta, 100 herë ju kam thënë, do t'ju them edhe një herë, se do na pres nga e hëna një mot më i ftohtë, do na duhen sigurisht forca për ta përballuar edhe këtë të ftohtë që do të shënoj temperaturat më të ulta për këtë dimër, për si vjet. E tani do të kalojmë te kalendari historik. Për 3 shkurtin, fillojmë me vitin 1924, në ditën e sotme ka vdekur në Washington në moshën 67 vjeçare Woodrow Wilson. Wilson ishte një politikan, avokat dhe akademik amerikan që shërbeu si presidenti 28 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga viti 1913 deri në vitin 1921. Si president, ai mbikëqyri kalimin e politikave legjislative progresive të pashembullta deri në marrëveshjen e re në 1933. Ai përkrau krijimin e shtetit shqiptar në konferencën e Versalles. Mirë, 1953 në ditën e sotme, masakra e Batepas ndodhi në Sao Tome dhe Principe, kur administrata koloniale dhe pronarët e tokave portugeze nxitën një valë dhune kundër popullsisë vendase të njohur si Porros. Banorët besonin se qeveria kishte për qëllim të detyronte ata të punonin si punëtor kontraktor, të cilët ata e kundërshtuan. Si përgjigje, guvernatori urdhëroi ushtrinë që t'i sulmonte ata.
Kjo rezultoi në vdekjen e qindra njerëzve. 1960 më 3 shkurt, kryeministri britanik Harold Macmillan flet për një erë ndryshimi, duke sinjalizuar që qeveria e tij ka të ngjarë të mbështesë dekolonializimin. Fjalimi era e ndryshimit ishte një fjalim i rëndësishëm i bërë nga kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Harold Macmillan në Parlamentin e Afrikës së Jugut më 3 shkurt të vitit 1960 në Cape Town. Macmillan ndërmori nisjen e procesit për njohjen e pavarësisë së kolonive. 1968, më 3 shkurt, ka lindur në Prijepolje Vlade Divac. Divac është një basketbollist profesionist serb, aktualisht shërben si menaxher i përgjithshëm i Sacramento Kings. Divac e kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij në NBA. I gjatë, 2.16 cm, pra 2 metra 16 cm. Ai luajti qendër dhe ishte i njohur për aftësitë e tij të kalimit. Divac ishte ndër grupet e parë të basketbollistëve evropian që transferoi në NBA në vitet e 80-ta dhe u emërua një nga lojtarët më të mëdhenj në Euroleague. Ndoshta kështu dhe literalisht më i madh. 2 metra 60 cm Divac. Nejse, 1972 më 3 shkurt, dita e parë e 3 muajve të stuhisë së dëborës në Iran, e cila do të vriste të paktën 4.000 njerëz, duke bërë atë stuhinë më vdekjeprurëse në histori. Stuhit hodhen më shumë se 3 metra dëbor nëpër zonat rurale në Iranin veriperëndimor, qendror dhe jugor. E një nga zonat më të goditura do të ishte pikërisht fshati Sheikh Club afër kufirit me Turqinë, në të cilin do të vdesin 100 banorët e tij. 1984, në ditën e sotme, John Buster dhe ekipi hulumtues në qendrën mjekësore Harbour UCLA njoftojnë transferimin e parë të historisë së embrionit nga një grua në tjetrën, që rezultoi në lindje të drejtë për drejtë. Kjo teknikë, e cila shpesh përdoret në lidhje me fekondimin in vitro, mund të përdoret tek njerëzit ose tek kafshët, në të cilat situata dhe qëllimet mund të ndryshojë. 84-shin pra u paska bërë in vitroja e parë. Në Harbour. 1989, në ditën e sotme, një gru shteti ushtarak rrëzoi Alfredo Stroessner, diktatorin e Paraguayt, që nga viti 1954. Sundimi i tij 35 vjeçar i shënuar nga një periudhë e pandërprer shtypjeje në vendin e tij, është më e gjata në historinë moderne të Afrikës së Jugut. Stroessner renditet në vendin e 20, më të gjatë në mesin e udhëheqësve kombëtar që nga viti 1900 dhe e bëri atë një nga kryetarët e shteteve me më jetë gjatë pra në detyrë të botës. Dhe në 95-ën shënohet ngjarja e fundit për ditën e sotme, astronautja Ellen Collins bëhet gruaja e parë që piloton anijen Space Shuttle, ndërsa misioni STS-63 fillon nisjen nga qendra hapësinore Kennedy në Florida. Collins ishte pilotja e parë grua dhe komandantja e parë gruaj një anije hapësinore. Asaj u dhanë disa medalje për punën e saj. E kolonelja Collins ka regjistruar plot 38 ditë e 8 orë e 20 minuta në hapësirën kozmike të jashtme. Bukur. E tani do të shënojmë ditën botërore të kancerit, që është nesër, 4 shkurti, por pasi ne nuk kemi nesër emision, do ta shënojmë sot më 3 shkurt. Sepse përveç Gocë Delçevit në 4 shkurt ka dhe disa gjëra të tjera. Do të marrim vesh më vonë për atë se çfarë planifikohet në shënimet e ditëlindjes Gocë Delçevit, që shënohet nesër dhe që ka plot polemika. Nëse do të lëm këtë, për më vonë do të flasim tani për 4 shkurtin, ditën botërore të luftës kundër kancerit.
Çdo vit, 4 shkurti, dita botërore e luftës kundër kancerit, të gjithëve në mbar botën na jep të drejtë që të ofrojmë mbështetje, bashkërisht të ngrejmë zërin, të ndërmarrim veprime dhe të bëjmë presion qeverive që të bëjnë më shumë. Dita botërore e luftës kundër kancerit është dita e vetme në kalendarin shëndetësor botëror kur të gjithë mund të bashkohemi për një qëllim, të luftojmë kancerin në një mënyrë pozitive dhe frymëzuese. Këtë vit, kjo ditë i dedikohet ngritjes së vetdijes për të luftuar kancerin dhe për të inkurajuar parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e tij. Tema është unë jam dhe unë do të jem gjithçka rreth historisë tënde dhe angazhimit tënd. Kanceri paraqet një grup të masë sëmundjesh që përfshin rritjen e pakontrolluar të qelizave. Qelizat ndahen dhe rriten pa kontroll, duke formuar tumore malinje. Kanceri mund të përhapet dhe në indet përreth, mund të përhapet dhe në pjesët më të largëta të trupit ndërmjet sistemit limfatik dhe atij të qarkullimit të gjakut. Jo të gjitha tumoret janë kancerogjene. Kanceri shkakton 20% të rasteve të vdekjes në rajonin evropian. Çdo vit, mbi 3 milion raste të reja dhe 1.7 milion vdekje e bëjnë kancerin shkaktarin më të madh të mortalitetit dhe morbiditetit në Evropë pas sëmundjeve kardiovaskulare. Vlerësohet se numri i rasteve të vdekjes nga kanceri do të rritet për 2 herë në 20 deri 40 vitet e ardhshme, me një rritje më të madhe në vendet me të ardhurat të ulta dhe mesatare, gjithsesi në ato vende të cilat ka mundësi më të vogla të përballen me ndikimin social dhe ekonomik të sëmundjes. Në shumë raste, kanceri mund të evitohet, ndërsa zbulimi i hershëm e rrit dukshën mundësinë për shërim. Tashmë dihet mjaft për shkaktarët e kancerit që të mund të parandalohet rreth 1/3 e të gjitha llojeve të kancerit, ndërsa disa nga llojet më të shpeshta përfshin këtu kancerin e gjirit, kancerin kolorektal dhe cervikal mund të shërohen nëse zbulohen në kohë. Në rrafsh botëror, më shumë se 70% e të gjitha rasteve të vdekjes ndodhin në vendet me të ardhura të ulta dhe të ardhura mesatare të cilat nuk kanë ose kanë burime të vogla për parandalim, diagnostifikim dhe trajtim të kancerit. Pa dallim të nivelit të burimeve, të gjitha vendet mund të implementojnë 4 komponentat themelore për kontroll ndaj kancerit: parandalimin, zbulimin e hershëm, diagnostifikimin dhe trajtimin, si dhe kujdesin paliativ. Dhe me këtë të evitohet paraqitja e rasteve të reja të kancerit, të shërohen një numër më i madh i rasteve, si dhe të zvoglohet vuajtja e personave të sëmurë me kancer. Mortaliteti nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në vendin tonë, pas sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut, neoplazmat malinje janë shkaktari i dytë i vdekjes. Në vitin 2010, nga kanceri kanë vdekur 3.705 persona, ndërsa në vitin 2017, 3.715 persona, ndërsa shkalla e mortalitetit sillet nga 180.3 në 100.000 banor, në vitin 2010 deri në 179.1% e në vitin 2007 është rritur për ca përqind. Pra, diku 4.000 persona në vit në Maqedoni vdesin nga kanceri. Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje thot periudha vitit 2010-2017 dhe burimi është Instituti i Shëndetit Publik. Sipas Gjinis, në vitin 2010 numri i burrave të vdekur nga neoplazmat malinje është 2218 me një shkallë prej 215.4 në 100.000 burra, ndërsa numri i grave të vdekura është 1487 me një shkallë prej 145.1 në 100.000 gra. Ky numër në vitin 2017 tek burrat është 2189 dhe te femrat te gratë 1526. Pra, shohim një dallim me 1000 persona më pak te gratë. Dhe e dim këtë se burrat preken më shpesh nga kanceri, edhe pse kanceri i gjirit është ndër kancerat më të shpesh që i ndodhin njerëzve. Pra, tek burrat si shkak më i shpesht i vdekjes nga neoplazmat malinje,
përafërsisht të njëjta janë shkaqet, po pra, që mos e lexoj se shumë e gjatë është, diagnostifikimi i hershëm, edhe te gratë është e njësojta, pra diagnostifikimi i vonshëm në fakt shkakton vdekjen të shumica e rasteve, komplikimet me sëmundje bashkangjitëse e të tjera, sistemi shëndetësor i dobët e të tjera pra. Kjo është sa i përket informacioneve për ditën kundër kancerit, që është nesër më 4 shkurt, dhe pam dhe statistika se sa preken edhe në vendin tonë njerëzit nga kanceri, duke u bashkangjitur dhe botës, pasi ishte pothuajse e njëjta ngjarje, mendoj e njëjta statistikë dhe për botën, dhe ishte sëmundja e dytë më vdekjeprurës edhe në Maqedoni pas sëmundjeve kardiovaskulare. Temë rënd. E tani, për të lehtësuar pak, do të kalojmë te horoskopi ditor dhe do t'ju tregoj dhe numerologjinë edhe një herë, sepse sot është ajo dita e rëndësishme 2323. Të kujtojmë edhe një herë që të përfitojmë sa më shumë nga energjia e bukur që sot astrologët thonë se do të mbretëroj, dhe numerologjia siguron këtë sipas shkencës në numerologjisë. Por fillimisht pra parashikimet për horoskopin. Fillojmë nga Dashi. E tani pas horoskopit, vetëm një sekond, që sa më herët të kapim këtë informacion, aq më shumë ndoshta do të përfitojmë nga numerologjia. Pra, 2323. Pse për numerologët kjo ditë është kaq fatësjell dhe ç'duhet të bëni ju? Pra, që nga 22 janari të gjithë planetet po lëvizin drejt për drejt. Pra, asnjëri prej tyre nuk është në prapavi. Dhe me hyrje në muajin shkurt na jepet një datë që ka shumë rëndësi të madhe numerologjike. 3 shkurt ose 232023. Sipas numerologjisë, kjo datë ka një energji të veçantë, duke na inkurajuar të mendojmë më shumë për qëllimet tona dhe të shkojmë pas tyre. Pothuajse si një numër angjeli, numri 2323 shfaqet në formën e kësaj date. Sidoqoftë në numerologji, datat interpretohen në të vërtetë bazuar në shumën e shifrave të tyre, të cilat mblidhen së bashku derisa të arrihet një numër një shifror. Pra, 2323 është një datë që mishëron energjinë numerologjike të numrit 3, sepse 2 plus 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 bëjnë 12, dhe 12 prapë bëjmë 1 plus 2, del 3. Se qesho, Valo. Numerologjia është më e rëndësishme, njerëzit besojnë dhe jetojnë sipas saj. Numerologu Remington Donovan thot, numri 3 është i sigurt, i drejt për drejt dhe i bën gjëra të lëvizin. Kjo ditë është perfektja për të shkruar ëndrat apo planet tuaja, për të vendosur një qëllim të qartë dhe të guximshëm, për të medituar ose për të qenë falënderues. Kjo ditë ju ofron dhe një mundësi për të reflektuar me veten, të shkuarën dhe të ardhmen. Mbajeni, thot, mend, por nuk ka pse ta mbani mend, sepse sot është ajo ditë, kështu që unë ju them të përdorni në mënyrën më të mirë të ditë të bukur, me kaq energji pozitive dhe bëjeni aktivitetet që ju pëlqejnë më shumti, ose përmbushni nevojat që keni, pra duke medituar, duke menduar për veten tuaj, sepse dita ka energji pozitive, nuk do t'ju shkojë asgjë prapsh, sipas numerologëve. E tani, përpara se të flasim për aktualitetet, për ngjarjet e 24 orëshit, për atë se çfarë pritet të bëhet sot e kështu me radhë, pra për lajmet e mëngjesit, do ndalemi pak te ushtrimet, Nita dhe Majlinda, videoja e radhës, bashkë me ju do të bëjmë aktivitetin e parë fizik për këtë ditë, për të premten, dhe pastaj do të kthehemi me gjëra të tjera në Happy Day. Oh, happy day. Përshëndetje, shikues të dashur, shpresoj që jeni mirë edhe për këtë ditë dhe jeni komod, rehat. Unë me Majlinda sot kemi vendosur të bëjmë disa ushtrime, me qenë se të gjithë punë që i kemi, që i bëjmë në jetën. Dhe kalon ana tjetër. Tash edhe këtu do e përsërisim fëmijët. Okej. Zgjatu.
Oh, happy day. Vazhdojmë tani me shpletimin e Klan Macedonia.mk, lexojmë dhe disa ngjarje më aktuale të cilat janë shënuar për ditën e sotme. Lajmi i parë është zhvillimet Kosovë-Serbi, çfarë po ndodh? Kosova ka sinjalizuar se është e gatshme, thotë, të krijojë një asociacion të 5 komunave me shumicë serbe në veri të vendit në mënyrë që të zhbllokojë bisedimet me Beogradin. Asociacion, një strukturë e komunave me shumicë serbe. Kritikët thonë se kjo mund të japë Serbisë një dorë të përhershme në politikën e Kosovës, por është një pjesë kyçe e një marrëveshje të vitit 2013 të mbështetur nga perëndimi për të normalizuar përfundimisht marrëdhëniet mes dy vendeve. Presidenti serb Aleksandar Vučić u ka kërkuar ligjvënësve në Beograd që të pranojnë lëvizje diplomatike, duke paralajmëruar se kombi do të përballet me pasoja të rënda nëse nuk e bëjnë këtë. A do të ishim të përjashtuar nga Evropa? Po, do të ishim të izoluar plotësisht. Askush nuk do të fliste me ne. Ne nuk do të kishim akses në asnjë fond. Ju nuk mund të funksiononi vetëm në botën moderne, ka thënë Vučić. Normal. Megjithatë, nacionalistët serb e konsiderojnë të papranueshme çdo lëvizje drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe ja bën të ditur zemërimin Vučićit në parlament. Disa dhjetra njerëz demonstruan gjithashtu në Beograd kundër çdo mirëkuptimi politik që po arrihet me Prishtinën. Kështu ashtu do përfundoj kjo çështje sepse tani është koha për përfunduar dialogu Kosovë-Serbi. Deri në pranverë do të përfundoj gjithçka si vjet. Kështu që me asociacion, pa asociacion, disi do merren vesh. Okej, lajme në pak minuta nga bota tani, prej rajonit kalojmë në aspekt global. Thotë Rishi Sunak ka thënë se njerëzit që shkojnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar do të deportohen brenda disa orësh. Pra, Rishi Sunak ka thënë se ligjet e reja do të nënkuptojnë se njerëzit që mbërrin në Mbretërinë e Bashkuar pa dokumente të vlefshme do të deportohen brenda ditësh. Tashi, orësh a ditësh? Ditësh. S'mund brenda orësh, okay. Në një intervistë për të shënuar 100 ditët si kryeministër i Britanisë, ai tha se kërkesat për azil do të dëgjohen në ditë apo javë, jo muaj apo vite. Ndërkohë më shumë se 140.000 njerëz presin një vendim fillestar. Titulli tjetër, Pentagoni thotë se po monitoron balonën spiune kineze të pikasur duke fluturuar mbi SBA. Pra, Pentagoni ka thënë se është duke gjurmuar një balon spiune kineze që fluturon mbi Shtetet e Bashkuara, por ka vendosur të mos e rrëzojë atë për arsye sigurie. Zyrtarët e mbrojtjes thanë se balona është vëzhguar për disa ditë kur ka hyrë në hapësirën ajrore të SBA-s, duke fluturuar në lartësi të madhe. Balona është monitoruar me disa metoda, duke përfshirë aeroplanët me pilot, dhe së fundmi është gjurmuar duke kaluar mbi Montana, ku SBA ka disa nga raketat bërthamore. Si mas paraprake, fluturimet jashtë aeroportit Billings Logan u pezulluan. Lajmi tjetër, Zelenski kërkon paketën e 10 të sanksioneve nga takimi i liderëve të BE-s në Kiev. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të takojnë presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski sot në Kiev, ku me gjaz do të premtojnë sanksione të reja kundër Rusisë. Kryetarja e Komisionit Ekzekutiv të grupit, Ursula von der Leyen, mbriti në Kiev me tren të ejten, një udhëtim simbolik për të demonstruar mbështetjen për Ukrainën, teksa afrohet për vjetori i parë i pushtimit të Rusisë më 24 shkurt të 2022-shit. Zelenski bëri thirrje për më shumë masa ndëshkuese kundër Rusisë nga Bashkimi Evropian. Na duket si ëndër e gjithë ajo që po ndodh në Ukrainë, si një ëndër e keqe në fakt, një angth, ku për disa javë do të shënohet dhe viti që Rusia ka pushtuar Ukrainën. Mirë, e tani nga lajmet serioze, do të kalojmë te lajmet e shtypit të verdh. Nita na ka përgatitur showbizin. Do të ndjekim në vazhdim sa i përket informacioneve të kësaj sfere dhe pastaj do të presim profesoreshën e biologjisë që punon në një shkollë në Gostivar, Njomza Shaqiri, e cila kësaj radhe do të vjen si për të treguar për aktivitetet e vitit 2022 të
shoqatës së inovacioneve për zhvillim të qëndrueshëm InoLead, ku është dhe drejtuese e kësaj shoqate. Fokusin e vendosim tek aktivitetet që kanë bërë për të parandaluar kancerin e gjirit të gratë në bashkëpunim me një shoqatë shumë të madhe të quajtur Borka, por do të flasim dhe për aktivitetet të tjera të InoLead bashkë me Njomza Sheqiri. Na ndiqni më vonë. Oh, happy day. Shoqata e inovacioneve për zhvillim të qëndrueshëm InoLead me kryesuese, drejtuese profesoreshën e biologjisë Njomza Sheqiri ka bërë aktivitete të ndryshme gjatë vitit të kaluar dhe ne thamë që do të vëmë edhe fokusin tek lufta kundër kancerit, një aktivitet gjithashtu që kanë organizuar InoLead së bashku me organizatën shumë të famshme në fakt që lufton kundër kancerit ose bën propagandë për të ngritur vetdijen Borka, pra në bashkëpunim InoLead Borka kanë bërë dhe aktivitete të cilat kanë shënuar gjithashtu edhe këtë datë, këtë iniciativë, data e të cilës përket pra me ditën e nesërme, kur është dhe dita ndërkombëtare kundër kancerit. Do të fokusohemi edhe te kjo ngjarje pak a shumë ose te iniciativa që InoLead merr për këtë çështje, pastaj flasim edhe për aktivitete të tjera të cilat janë shumë në numër, prandaj kemi ftuar profesoreshën e nderuar Njomza Sheqiri në studio sot. Kënaqësi, faleminderit shumë që ndat kohë për të treguar më shumë për InoLead. Faleminderit Teu që na jep hapësirë që në Happy Day të prezantojmë gjithë aktivitetet që i kemi bërë gjatë vitit 2022. Faleminderit shumë edhe ju. Do flasim besoj më mirë që të paraqesim para publikut kur ka filluar shoqata, çfarë iniciativa merr, e kështu me radhë, historikun e InoLeadit, kur të thënë. Realisht, shoqata e inovacioneve për zhvillim të qëndrueshëm është një shoqatë e re, e cila veçmë mban pas vetes 3 projekte. Aktivitetet të tjera për të cilat ne do flasim sot i kam zhvilluar thjesht si një aktiviste shoqërore. Realisht unë jam aktive në politik, por të gjitha projektet, iniciativat e mia janë pak si të thuash out of the box, sepse nuk është se gjithmonë duhet të jem brenda programit, partia, po kanë qenë gjithmonë në të mirë të qytetarëve. Duke u konsumuar shumë në Tetov, si punonjëse, mësimdhënëse, domethënë në nivele të ndryshme të shkollimit, me ktimin tim në Gostivar desha që të jap më shumë, domethënë qytetit tim, po. Dhe gjithë aktivitetet e vitit të kaluar kryesisht kanë qenë të koncentruar aty. Te çështjet sociale. Te çështjet sociale mbi të gjitha, InoLead është krijuar si shoqatë që të sjellë inovacion në kuptim të krijimit të strategjive, programeve, trajnimeve që kanë të bëjnë, domethënë me 3 sfera, edukim, ekologji dhe të drejtat të grave, realisht janë sferat në të cilat unë personalisht veproj dhe është një shoqatë ku kam kyçur në bord edhe 4 femra tjera, të cilat janë profesioniste të këtyre lëmive dhe me një fjalë po fuqizoj edhe gruan, po edhe kapacitetin e tyre intelektual. Shumë mirë, pra antarët e InoLead janë gra të gjitha, ose ka dhe bura? Jo, për momentin i kam të gjitha gra, jam profesoresha universitare, arkitekte, profesoresha të gjuhëve, domethënë. Plot gra kemi për të zgjedhur, gra të mira shqiptare. Ashtu, pra të cilat kanë nevojë për promovim. Shumë mirë, do fillojmë me këtë që thash, pasi përket me datën e nesërme, dita ndërkombëtare kundër kancerit. Keni formuar gjatë vitit kaluar një ndër aktivitetet e InoLead, formimi i komisionit të parë në RMV në nivel lokal për mbrojtjen e të drejtave të pacientit, pra siç thash në bashkëpunim me shoqatën Borka. Ashtu, pra kjo ka ndodhur para formimit të shoqatës realisht, që të dalë korrekte në këtë kuptim. Unë jam aktiviste e shoqatës Borka, realisht funksionojmë ka 4 vite me degën që e kanë në Gostivar. Çdo vit kemi organizuar aktivitete në kuadër të ditës apo muajit, në fakt, muajit ros që quhet, po, që karakterizon të gjithë gratë që merren me çështjen e të drejtave të grave të sëmura nga kanceri në gjë, dhe kjo iniciativë është e para, domethënë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Është krijuar komisioni për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve në nivel lokal. Këtë të drejtë ka çdo komunë, por realisht nuk e di pse stagnohet dhe pse ka kaq shumë, po, shtypje që të mos formohen këto komisione.
Me anë të Biba Dodeves, ne e kemi marrë të iniciativë, kemi gjetur përkrahjen e komunës dhe këshillit komunal, të cilët një zëri e kanë votuar, domethënë këtë komision, komisioni ka filluar të funksionoj, popullata vazhdon të mos e ketë atë besim ndoshta ndaj institucioneve dhe ende nuk kemi ndonjë ankesë reale, po në ditët në vijim, domethënë në kohën që na paraprin, do bëjmë disa aktivitete për të aktualizuar komisionin dhe të qasemi problemeve më seriozisht me të cilat ballafaqohen pacientët në Republikën e Maqedonisë. Çfarë do me thënë njohëm za ky komision? Si do t'ja lehtësoj pacientëve jetën? Ky funksionon kështu, në komision ka antar, do me thënë që janë mjek në përgjithësi, administrat, që punon në institucionet e shëndetësisë, qytetar dhe profesionist. Çdo pacient i cili ndjehet për shembull i korruptuar ose nuk i jepet qasje në termin për ta kryer një intervenim për të cilin ka nevojë imediate, të shfrytëzoj të drejtën e tij për barnat të cilat janë në listën për prioritet, do mund të bëjë ankesë në këtë komision dhe pastaj komisioni drejtohet në Ministrinë e Shëndetësisë me kërkesat e pacientëve. Shumë e bukur, ja informacion dhe le të rritet besueshmëria. Besoj njerëzit kur trajtohen keq për një kohë të gjatë, pastaj shpesh herë nuk kanë vend institucional ku të ankohen dhe ky komision që do funksionoj paralelisht me këshilli komunal, domethënë shumë pak shfrytëzohet kjo nëpër komuna. Paralelisht me komisionet që i ka këshilli komunal, mund të formohen edhe shumë komisione të tjera, ndër të cilat do përmend, meqense nuk është e viti 2022, po si këshilltare komunale kam iniciuar edhe formimin e komisionit për preventiv nga delikuenca fëmijërore dhe e kam marrë përkrahjen e këshillit dhe vazhdon të funksionojë ky komision. Kemi krijuar edhe komisionin për mbrojtje sociale. Them me plot krenari që Gostivari krenohet që i jep mundësi në përgjithësi të gjitha institucioneve relevante që kanë të bëjnë edhe me pushtetin qendror, pra nuk udhiqen nga komuna, të japin mendimin e tyre, propozimet, të japin ide se si mund të zgjidhen problemet sociale brenda komunës. Shumë mirë, do vazhdojmë me aktivitetet të tjera, pra me shoqatën kulturore artistike Ardit Stafaj, keni bërë një spot monografik të qytetit të Gostivarit dhe ripërpunim të himnit të Gostivarit, një lule në Gostivar. Dakor, sporti pritet të delë së shpejti, e kemi lënë për pranverë për shkak të natyrës së këngës dhe pamjeve që do paraqiten. Është domethënë një paralajmërim për atë moment shumë të bukur, ku do përfshihen brenda spotit të gjitha figurat eminente që kanë ndikuar në zhvillimin e kulturës, artit, shkencës, në veçanti arsimit në Gostivar, dhe gjithashtu do të përcillet nga 6 këngëtarë të mirënjohur të skenës shqiptare nga Kosova, Maqedonia, të cilët do ta prezantojnë këtë këngë në një version shumë allegro, shumë bukur, edhe do të ngel si një dokument monografik në formë të videos për qytetin tonë. Shumë e bukur, kanë gjithë qytetet kështu? Nuk ka. Nuk kanë. Prandaj jemi inovatorë dhe shoqatën e emrova për inovacion, sepse dua të sjell gjëra të reja, domethënë ta plotësoj boshllokun i cili mungon në hapësirën themi sociokulturore në trevat tonë. Shumë e bukur. Unë besoj që një vend, një qytet prezantohet më së miri përmes këtyre videospoteve ose himneve në mënyrë artistike, pra të prezantojmë qytetin, vendin ose edhe rëndësinë që kanë disa figura për atë vend, pasi njerëzit se di për to, njerëzit tani të merren me histori. Shpesh herë edhe i harrojmë figurat të cilët kanë sakrifikuar gjithçka duke marrë parasysh pozitën tonë si shqiptar në këtë shtet, gjithmonë si qytetar të rendit të dytë, dhe ku historia jonë shumë pak përfshihet në literaturë institucionale, dhe gjithsesi neve pasardhës dhe të tyre na takon t'i kujtojmë dhe thjesht t'i nderojmë në një formë. Ku ka formë të mirë se sa ajo artistikja, pra përmes një spoti dhe përmes një himni, një lule në Gostivar, më pëlqen edhe emri. Do kalojmë tani te aktiviteti tjetër, sepse për një vit keni qenë shumë aktiv sa e shoh, pra organizimi i projektit bashkëpunues mes
gjimnazit të Gostivarit me shoqatën për fëmijë me nevoja të veçanta, bashkërisht mundemi. Ashtu pra, kjo është pjesa ime profesionale me cilën merrem, pra si mësimdhënëse e biologjisë. Realisht kishim disa skandale në Maqedoni, për shembull, ankesa të tipit mos plotësimit të kushteve për fëmijëve, dhe me thënë me nevoja të veçanta, është sjell ligji për inkluzion, ama pak ka kushte në për shkolla për pranim dhe dhe me thënë punë profesionale me këto fëmijë. Gjithsesi ato mund të qëndrojnë në klasë me fëmijët e tjerë, po përderisa fëmijët e tjerë çdo ditë kanë detyrë të veçantë, dhe me thënë për ta arritur, për ta përpunuar, të këto fëmijë jepen 2-3 detyra për një vit të cilat duhet t'i arrijnë. Kisha shumë kërkesa nga nxënësit e mi në rast të parë, t'i takojnë këto fëmijë dhe me qenë se unë nuk mund të dërgoja në qendër 1000 nxënës, i solla ato në shkollë edhe kemi bërë një aktivitet të shkëlqyer ku nxënësi ka qenë direkt në kontakt me këto fëmijë. Kemi bërë aktivitete fizike, kemi bërë, dhe me thënë, disa lojra me të cilët nxënësit e njoftuan personalitetin e çdo fëmije me nevoja të veçanta, realisht kanë qenë fëmijë me sindrom. Si është inkluzioni në Gostivar? Si është gjendja? Është si në qytetet tjera? Nuk ka realisht edukatorë Gostivari ka speciale, punuar shumë, ka punuar shumë fëmijët me nevoja të veçanta të themi, të cilët kanë kërkuar prindrit e tyre të jenë në klasa, bashkë me nxënësit e tjerë, u ka siguruar asistent, që shpeshherë në qytetet e tjera ka munguar, po kanë edhe klasa speciale, dhe me thëmë për nxënësit me nevoja speciale. Gjithashtu edhe aktiviteti i radhës ka të bëjë me arsimin, përkrahje deklaratës së shoqatës HERA për gjithë përfshirjet e edukimit seksual në shkollat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pra kjo është një ndër aktivitetet ku kam qenë gjatë vitit të kaluar si profesioniste biologe për të dhënë mendim mbi gjithë përfshirjen e edukimit seksual në për shkollat, realisht për çdo nivel shkollor në Republikën e Maqedonisë. Është një nevoje patjetërsueshme, njerëzit e keq kuptojnë lëndën në kuptim se merren me terminologjinë dhe nuk merren me përmbajtjen. Unë do thoja që morali në përgjithësi është në krizë në shoqërinë tonë. Fëmijët kanë nevojë shumë për edukim, për informacion, ato marrin informacione të papërpunuara, marrin informacione jo zyrtare. Gjithsesi i marrin informacionet, por mosha gabim, atyre, me qenë se punoj me to, kërkëngjes, pa problem. Mosha atyre nuk arrin t'i zbërthej çështjet që kanë të bëjnë me seksualitetin, me ato çka është e moralshme, me sjelljen morale, dhe prindrit pastaj janë pengesa e dytë kryesore në këtë shtet që nuk lejojnë të aplikohet kjo lëndë. Unë shpeshherë u kam thënë, hajde t'ja ndrojmë lëndës emrin dhe do pranohet shumë lehtë. Pra në qoftë se vetëm e hek fjalën edukim seksual dhe vendon edukim moral, të gjithë do ta pranojnë. Kisha njerë në një debat, një pyetje ku mu tha çfarë paraqet për ty familje shëndosh nga fryma liberaliste, për shkak se unë i takoj një partie konservatore. Realisht për ne familja është e shenjtë dhe nuk do të thotë se është familje e shëndosh vetëm nëse funksionon dhe duket e lumtur nga jashtë. Shpeshherë fëmijët kanë brenda familjeve dhunë në kuptim fizik, emocional, imponim feje, rrite fetaresh, kanë edhe dhunë seksuale gjithashtu, e cila pak, do me thënë, flitet dhe këto viktima nuk e tregojnë, dhe për mua familje e shëndosh është një familje pa dhunë e të gjitha llojeve. Dhe që flet për problemet reale, ose që edukohet për gjërat pra liberalizmi nuk ka të bëjë me lirinë e të shprehurit në çdo formë, sepse secili mendon që është në të drejtë edhe kur vepron keq. Kështu që duhet të kemi të vëmë në shoqëri disa kufi. Se çka është e moralshme dhe çka jo, çka është etike, çka jo. Me çka ballafaqohen të rinjt, sepse ne dim se ka 900 aborte në vit të femrave, do me thonë që janë të mitura, zyrtarisht të regjistruara, dhe të mos flasim sa mund të ketë edhe të paregjistruara, duke marrë parasysh numrin e nxënësve në Maqedoni, që tani dukshëm bie, ky numër është alarmant. E frikshme.
Do kalojmë te politika tani, sepse këtë aktivitetin tjetër e kemi përmend të jashtëzakonisht shumë, ndryshimin e sistemit zgjedhor, një njësi, shumë njësi e kështu me radhë. Keni bërë dhe një aktivitet i fes, pra për krahje për të ndryshuar sistemin zgjedhor. Pra ka qenë një trajnim special për femrat e Aleancës për Shqiptarët, në të cilën normal kam qenë pjesë aktive, në kuptim të ndryshimeve të cilat duhet ndodhin, domethënë sistemin zgjedhor, para së gjithash unë propozoj, domethënë, si shumica e të rinjve dhe frymës demokratike që listat e jenë të hapura, në qoftë se do jetë një zonë, nuk e di sa është e përshtatshme, për shkak të formës se si zhvillohen zgjedhjet në Maqedoni, po edhe kjo ndarje territoriale momentale e favorizon vetëm një krah politik, sidomos në palën shqiptare, kështu që gjithsesi do duhet ketë ndryshime nëse dëshirojmë që politikanët e stërvjetruar, të cilat janë dëshmuar me dështim të largohen nga scena politike. Pasi përbëndëm këtë tani, mua më lindi një pyetje tjetër që të gjithëve ju intereson, më shumë. Do hyj ASH-ja në qeveri? ASH-ja nuk e ka të rëndësishme a do hyjë në qeveri, sepse ne jemi ideolog në përgjithësi brenda partisë, në qoftë se ne kemi sakrifikuar 20 vite për ideologji kombëtare të rim në opozit, kemi figura mjaft të njohura që kanë investuar në shkollimin e tyre dhe kanë qëndruar opozit, janë të suksesshëm, janë brende emra me punën që kanë bërë, nuk e kanë patur një parti për t'i ngritur, kështu që është një çështje shumë e madhe, gjithsesi secili qytetari ndjen pasojat e krizës globale. Maqedonia është duke shkuar drejt fraksionimit lindor dhe properëndimor, është e dukshme, propagandat janë të dukshme dhe ASH-ja duhet të merr një qëndrim. Hyrja në qeveri nuk kushtohet me një vit, është e rëndësishme çka 4 vitet e ardhshme. Çfarë kahje do të merr Maqedonia 4 vitet e ardhshme? Shumë përgjigje diplomatike. Si aktiviste e politikës gjatë tërë të thomi rinisë tënde, pastaj edhe më vonë në vitet e pjekjes e kështu me radhë, kur ka ardhur dhe orientimi yt i fundit, dhe më herët më thej që ti ke pasur një qëllim tënd shumë të rëndësishëm të fuqizosh gruan në politikë. E shohim dhe antarët e Inolid janë vetëm gra, merresh me çështjet e forcës së gruas, zërit të gruas, dhe aktiviteti i radhës është Women Lead ose fuqizimi i përfshirjes së gruas në politikë, që ka emrin në fillim NDI, që s'di çka do të thënë, po më NDI shpjegoj është organizatë qeveritare, e cila ka nisur iniciativa të shumta për fuqizimin e gruas në politikë. Kjo për të cilën do flas sot është sistemi i mentorimit. Është një fazë e re në të cilën do hyjnë partitë politike në Maqedoni, krijimi i një komisioni mentorimi brenda partive politike, ku çdo funksionar do ta ketë për detyrë ti mentoroj politikanët e ardhshëm, t'u përcjell përvojën dhe gjithsesi këtu në radhë të parë do duhet të fuqizohet mentorimi i grave të cilat shumë pak i kemi në pozicione vendimarrëse. Maqedonia karakterizohet në rajon, në botë, që ka shumë pak gra në nivel qendror, themi në atë pushtetin superior në qeveri, kemi shumë pak gra. Nuk flas për shqiptare Maqedona si turke për etnitet, po si femra janë të diskriminuara shpesh. ASH-ja merret me këtë çështje, si e ka ASH-ja në përqindjen? të gjitha anketat që i ka bërë NDI për këtë çështje del mirë. Realisht çdo parti politike e ka një përqindje të përfaqësimit të grave. Për shembull, LSDM-ja i ka 50% në statut, ne i kishim 40, Aleanca, dhe tani kemi hekur përqindjet, gratë dhe burrat janë të barabartë. Në statutin e fundit, po, nuk ka më përqindje në ASH. Kjo më pëlqen më shumë ti. E kemi hekur, ndoshta në vazhdo hiqet edhe gjithë organi i forumit të gruas apo Po pse s'ka forum të burrit? Le të hiqet. E pra këtë kemi diskutuar shumë, shpesh herë femrat edhe kanë pësuar në ASH për shkak të këtyre qëndrimeve. Ju e dini rastin e zonjës Artato që do e përmendi, e cila u sulmua jo njerëzisht nga njerëz të cilët dëshirojnë gratë, mos t'i shohin pozitat larta vendimarrëse. Por do t'i shohin. Edhe pse nuk dëshirojnë. Lufta është e ashpër, është e vështirë, po ne tentojmë që të mbajmë të paktën
një balans dhe ta bëjmë të brezat e ardhshëm që të kenë guxim. Nëse nuk arrim ne të japim një shembull të mirë që mundet, nëse punohet, nëse je e guximshme, nëse je punëtor, nëse investon në vete. Ska lidhje gjinia. Ashtu pa. Vazhdojmë me aktivitetet e tjera, profesoresh. Tani do të shkojmë te Tova, në fakt e një ngjarje historike, pjesëmarrje në tribunën shkencore të shoqatës për kulturë dhe art Tradita, në fakt për traditat shqiptare dhe çështjen kombëtare. Po, këtu do bëhet një monografi për qytetin e Tetovës dhe do përfshihen të gjitha ngjarjet që kanë shënuar, revolucion ose ndryshim shoqëror. Kam qenë e ftuar për shkak se si studente e Fakultetit Mjekësisë në Universitetin e Tetovës kam qenë njëra ndër fajtoret e protestës së fuqishme që zgjati 6 muaj për legalizimin e Fakultetit të Mjekësisë. Kisha nder të jem aty, kisha nder që isha e përzgjedhur si një figurë nga Gostivari që pas ka kontribuar në Tetovë dhe unë u thash që Tetova është e të gjithëve. Me faktin që u hap atje universiteti, ne gjithë nga pak ndjehemi tetovar, e mos them unë që 20 vite i kam kaluar në Tetovë dhe kam kontribuar atje. Është një fazë shumë e rëndësishme në jetën tim. E vërteta është që unë nuk arrita të bëhem mjeke, po sot e kemi Fakultetin e Mjekësisë, shoqatën e mjekëve, kemi kongresin e mjekësisë dhe kur i shoh këto zemra më bëhet marr. Më vjen shumë mirë, do kthehemi përsëri te kanceri i gjirit, sepse kemi organizuar bashkë me Inolid dhe një projekt tjetër që kemi folur pak me Borkën, në fakt mamografi pa pagesë për gratë që vuajnë nga kanceri në gjë. Njëra ndër kërkesat kryesore të organizatave të shumta jo qeveritare që merren me këtë çështje ka qenë mamografia pa pagesë. Po, ne kemi zhvilluar në nivel lokal, siç thash çdo vit e kemi përkrahur shoqatën Borka, që tani ka kaluar në Ezra, realisht të gjitha kompetencat janë dorëzuar Ezrës dhe ato funksionojnë në mbrojtjen e pacientëve me kancere tani të multiple, do me thënë të gjitha llojeve. Ky ka qenë aktiviteti i fundit me sinonimin Borka. Realisht kemi financuar 50 mamografi pa pagesë. Normal tani unë flas gjithmonë për Gostivarin, për gratë që janë anëtare në Borka dhe gratë të cilat janë paraqitur, kanë patur nevojë. Identifikimi i hershëm i kancerit në gjë është preventiva më e mirë. Ndaj në tribunë i kam ftuar nxënësit e shkollave të mesme, i kam patur, pikërisht motrat medicinale për t'i edukuar ato, për të marrë informacion për këtë sëmundje dhe që në të ardhmen, të ngrisin vetdijen të populata dhe t'ju japim besim këtyre grave, sepse mund të shpëtojnë. Jo vetëm që të shpëtojnë, po që t'i tregojnë përvojat e tyre, që t'i shfrytëzojnë mundësi që i kanë, nëpërmjet shoqatës mund të kanë shumë beneficione dhe fatkeqësisht gratë shqiptare nuk i kanë këto informacione. Me këto aktivitete kam dashur që t'ju ndihmoj grave shqiptare që të shohin se kam përkrahje, që dikush kujdeset për ato dhe të marrin informacion për beneficione të cilat mund t'i shfrytëzojnë. Do mbetemi te gratë Njomza, keni organizuar dhe protestë ndal dhunës ndaj gruas në Shkup, që ka qenë protestë solidariteti me protestën në Tiranë dhe në Prishtinë pas sulmit të një të miture. Ashtu pra. Unë nuk e di si u gjenda në grupën e iniciuesve, realisht si figurë politike nuk pritja të më ftojnë dhe gjithsesi më japin epitetin organizatore, unë i falenderoj ato, gjithsesi i kam përkrahur. Ma kanë dhënë fjalën kyçse hyrse, as që diskutoj që dhuna ndaj grave duhet jo të parandalohet, po unë jam për sjelljen e ligjeve, të cilat do jenë më rigoroze, dënimet jenë më rigoroze për pedofil, për burra që dhunojnë emocionalisht, fizikisht gratë dhe gjithsesi të sankcionohen njerëzit që nuk e respektojnë ligjin në pronë që ka të bëjë me femra. Do me thënë, në Maqedoni shumë pak femra ka pronare të një kapitali edhe sidomos kjo përqindje është shumë e vogël tek ne, tek shqiptarët.
Njoza, kemi vetëm edhe 1 minutë. Kështu që do t'i përmendim shpejt organizimin e projektit 16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj gruas. Okej, këtu kisha një promovim filmi me artisten regjisoren shumë të njohur Klodi Kadillari, e cila e nderoi Gostivarin me promovimin e filmit të saj me një subjekt që përfshin dhunën e grave në Kosovë në rastet ngjarje të reale, të vërteta. E zgjodhi Gostivarin dhe i faleminderoj, ishte një ngjarje shumë e mirë. Dhe ngjarjen e fundit... Identiteti etnokulturor i shqiptarëve të qytetit të Gostivarit. Kjo është ngjarja më e madhe e vitit, do thoja, sepse kemi promovuar monografin që ka të bëjë me trashëgimin etnokulturore të Rekës së Epërme. Është një vepër origjinale, me brenda ka demografi, ka histori, ka toponime gjeografike, ka melosin e Rekës, dhe është një dokument që do ngele, do me thënë, një vull e sqarimit për gjeneratat e ardhshme se çka paraqet kjo kulturë origjinale shqiptare dhe do jetë mundësi që të mos tjetërsohet, sepse Rekës ja ka mbledh një pjesë të popullatës, e kanë asimiluar, Rekës i është mbledh veshja, historia, gjithçka. Kështu që me këtë monografi veçmë do parandalohet ky si themi, bastardizim, ky akt i shëmtuar që i bëhet, domethënë, kësaj zone dhe shqiptarëve në përgjithësi. Kisha të ftuar special Marin Meman, i cili ishte figura më e qelluar për të promovuar një libër të tillë. U prit shumë mirë nga qytetarët, ato janë të etur për ngjarje të këtilla dhe u premtoj që do vazhdoj me shoqatën tim në këtë rajon. Patjetër, të promovojmë atë që është origjinale. E shohim, qëllimi i në lid është shumë i qartë, çështja kombëtare, forca gruas, aktivizmit thjeshti i njerëzve shqiptarë, sidomos në Maqedoni, dhe besoj që e ke rrugën e drejtë, Njomza. Inolit ka pasur si bas agjendën 2023 të OKB-s, domethënë këtu jam koncentruar dhe i ka marrë pikat kryesore që sjellin në zhvillim të qëndrueshëm. E shoh, dhe faleminderit shumë që ishe sot pjesë dhe që ndave përvojën tënde, edhe si aktiviste politike, por edhe si drejtoresh ose drejtuese e shoqatës për inovacione dhe zhvillim të qëndrueshëm Inolit. Suksese në të ardhmen, Njomza. Faleminderit teut për mundësinë. Faleminderit edhe ty. Njomza Shaqiri, profesoresha e cila tregoi aktivitetet e fundit të shoqatës Inolid, ishte pjesë e programit të sotëm për të premten. Ditën e fundit të javës ju lëna një fundjavë më të këndshme në botë, çfarë do doni bëni, vetëm dijoni mirë, uroj shëndet dhe ju lë takim të hënën në orën 8 mëngjesit. Mirupafshim. Oh, happy day.